Presidenti Amerikan Donald Trump ka komentuar telefonatën me kryeministrin kanadez në platformën e tij Truth Social. Justin Trudeau nga Kanadaja më telefonoi për të pyetur se çfarë mund të bëhet në lidhje me tarifat. I thash se shumë njerëz kanë vdekur nga fentanili që erdhi përmes kufive të Kanadas dhe Meksikës dhe asgjë nuk më ka bindur se ai e ka ndaluar. Ai tha se është bërë më mirë, por unë thash jo mjaftueshëm, shkroi Trump. Telefonata përfundoi në një mënyrë disi miqësore. Ai nuk ishte në gjendje të më tregonte se kur do të zhvillohen zgjedhjet kanadeze, gjë që më bëri kurioz të di se çfarë po ndodh këtu. Më pas kuptova se ai po përpiqet ta përdor këtë çështje për të qëndruar në pushtet. Pa çfat Justin, përfundoi Trump. Në një postim tjetër 3 minuta më vonë, ai akuzoi guvernatorin Justin Trudeau të Kanadas për zbatimin e politikave të dobta kufitare, të cilat lejuan sasi të jashtëzakonshme të fentanilit dhe emigrantëve të palishëm të futeshin në Shtetet e Bashkuara. Përplasjet mes dy liderëve kanë qenë të ashpra që kur Trump dha njoftimin se SBA-ja do taksonte me 25% çdo import nga fqinji dhe partneri i saj kryesor. Muajin e kaluar Trump dhe Trudeau patën një tjetër telefonat që u mbyll me shtyrjen e heqjes në fuqi të taksave për një muaj, pasi kryeministri kanadez pranoi kërkesat e SBA-s për të forcuar sigurinë në kufi, që të zvoglojë emigracioni palishëm dhe futja e fentanilit. Ditën e djeshme, presidenti amerikan tha se nuk kishte më vend për të negociuar për tarifat, pasi Kanadaja nuk i kishte zbatuar kënaqshëm kërkesat e Trump.